Mirëmbrëma, është vonë, por nuk mund mos e ndaja atot këtë reflektim. Të gabosh është njerëzore, ndërsa të mos kërkosh ndjes kur gabon nuk është burrore. Krejt pa dashje, sot kam cënuar fëmijët autik dhe me siguri kam lënduar prindërit e tyre duke folur për autizëm politik. Shprehja që diku më ka mbetur në mendje sepse është përdorur shpesh edhe në literaturën politike akademike, e më doli sot krejt pa dashje, por ja që u desh të gaboja, që pastaj të mësoja, se prej vitesh konsiderohet e papërshtatshme dhe në fakt me plot të drejtë. Prandaj kërkoj ndjes dhe u garantoj se kam jo respekt, po admirim për ta e për të gjithë prindrit e fëmijëve me aftësi të veçanta ose speciale, siç i quajmë, çka dhe më ka shtyr të nxjisë dyfishimin e mbështetjes së tyre nga qeveria, gjë që e kam thënë në më shumë se sa një rast kohët e fundit dhe do të jetë pjesë e projekt buxhetit të vitit 2026. Ndërsa lehaqenjeve që i kam nga pas dhe që u kapën pas fëmijëve autik si mbytur i pas fjes barit për të fituar në një pikë në sytë atyre prindërve të nderuar, u jap fjalën se kjo do të jetë një motiv më shumë që ta shpenzoj çdo energji timen deri 11 maj që t'u japim mësimin më të merituar për të gjitha prapësitë e tyre të panumërta në kurrizë të këtij vendi dhe në kurrizë të këtij populli.